Shkurt pra vlezër e motra, ku do që të shkosh, është tepër e vështirë të konkurosh me korporatët në biznisin e sotëm në tregun e lirë. Ne sot patëm ditën e parë gjyqit sa kam arë, sa e mdru, sa kam heq kollaren, kostumet, edhe përpara se të fillonin, se dita sot ka qenë kryesisht me emocionet që kishin met, që jo të thuhet kjo, jo të lejohet kjo, jo të merret ky dëshmitar, jo mos të pyetet ky dëshmitar, jo mos të pyetet kjo pyetje, ku të diun, edhe mori gjatë. Edhe unë e bona gjykatësen për vete, e fitova gjykatësen, imposhta ata në gjitha këto procedurat ligjore, aq sa mendova që çdo gjë shkoi në rregull, edhe ata u bën gati tashti që të binin përfaqësuesin e kompanisë, edhe i treguan dhe gjykatës se kush është, edhe atje jashtë ishin një 3-4 dëshmitarë që i kishin pru ato. Edhe një dëshmitarja ime që s'doja unë të vej sot aty në tavolinën e dëshmitarit, se du që të përgënjështroj ato dëshmit e tyre, edhe do veja nesër, ajo rrit atje jashtë, se s'lejohet hyrë kur dëshmoj. Vëllezër e motra, jo vetëm që e bona gjithë jurinë për vete, e gjykatën për vete, edhe i shkatrova ato me evidencën e vetë dhe me dëshmitarin e vetë që e përgatitën atje në korridor, një orë, por këto maskarejt, se këto pronari nuk ardhë, edhe tha gjykatë se nuk mund të dyrosh të vjerë se përfaqëson ky avokati, përderisa ti se ke çu atë urdhrin e paraqitjes se ata fshihen. E dyta, ato i thanë që kemi ato përfaqësuesit e të dyja kompanive, edhe në momentin kur ato pan, i herë mas kam bën një powerful, desha të filloj me letre, po pastaj filloj pasione dhe doli jashtëzakonisht bukur, kur i mora të gjitha ato bazat ligjore, që ishin, kështu që e bona jurin komplet për vete, edhe ato me zi prisin të shqit bin dëshmitarin, një dëshmitar që e shkatrova aty, a i nisi me se përgatitën ato, për çdo pyetje që i bëj unë, thoshte nuk e maj mend, s'njaf ty, s'maj mend, po vë kika napo, s'maj mend asgjë, për çdo gjë që e pyesja. Pastaj ishte raporti që ata kanë çu para një jave, një raport, që kishte emrin e tij që u paraqit, e gjitha, edhe editërova, pastaj e shkatrova aty, të pranonte, jo vetëm që pranoj, se më thotë s'maj mend prapë, thoshe nuk më hyn punë kujtesa jote se ma mendi. Më hyn punë qash në raport, lexo raportin. Edhe thoshte po raporti se kam shkruajtur unë. Do dhe ke shkruajtur, po nuk më hyn punë kush e ka shkruajtur, çfarë lexon raporti, edhe sipas raportit thashë duhet të jesh këtu, sipas raportit duhet të jem, po s'maj mend, po s'më hyn punë, ma mend ti. Sipas raportit thoya unë. A duhet të jesh aty? Sipas raportit je përgjigjti në këtë orë dhe se s'du me të regu arsyet gjitha dhe shkatrova, mirë po e nisa but dhe amëlt me pyetjet, për shembull, ato natë që deshën të më bëjnë mua të pusim, më kanë lënë 3 orë aty të prit, gjysmë orë më kanë ndjek ajo gruaja Zezake që do të më marr lekat se thotë janë të mia, edhe në fillim unë e nisa nga dalë që jo ku jeton, jo ku punon, kështu sa me zbut, me qetësu. Pastaj thashë që ti ke qenë përgjegjës si këtyre security, sa veta keni, atje dhe tregoj që kemi oficera, kemi 25, menaxhera kemi 7-8, kemi këto të kamerave, edhe rriti ke 7-8-10, edhe thashun sa metrë katrore është kazina, sa oficeri bjen për metrë katrore, dal nga dalu po boj atë që keni, aq shumë sa s'duhet i shpëtoj asgjë, vetëm që ose leni vetë. Edhe thoje, po si ju me njëherë kur në ndëgjo, si e boni këtë me njëherë, për shumë po t'je dikush që po, si thonë rëmben pare, si thonë po vjedh, po se që është e fjallë, se se di këtu thonë robbing the bank, whatever, si jeni me njëherë me shpejtësinë e dritës ku do, e gjitha, masi e myllë me këtë çështje, pastaj s'kishe kanë shkonde
kalova në bazë të raportit, pse në atë ditë ju nuk reaguat, pse nuk reaguat për kaq orë, pse nuk reaguat kaq ditë, mësi kishe myllë, s'kishe ka donte. Po ajo që doje unë, nuk kishe shkatroje këta, sa i kalon edhe punën, po ata e kishin prapë aty, unë isha të shkatroj gazinën. Edhe thash, ti thashu që këtë raport nuk e ma men, thashu, do më thënë e ka shujt dikush tjetër. Edhe, kush është që ka shujt ata, kishe shujt lartë, do më thënë që s'janë vendimet e tuja, janë vendimet e kazinës, këto mashtrimet, këto. Nëse, se vazhdoj gjatë, aja shkatrova aty komplet, çfarë ndodhi? Në moment pasaj se ishte dëshmitari i fundit, këto nuk pranojnë të shqit bin as një dëshmitar, edhe unë thash gjykatës, se unë s'kam dëshmitar, atë dëshmitarët e tyre, duhet vind paraqiten, ai paditësi edhe gjykatës që thotë përderisa ti nuk e ke po çu urdhër me u paraqit, atë s'kam se paraqiten avokati flet për ta. Po thashëm punë avokati nuk mund të vejtë përgjigjet për ta. Avokati mund të kundërshtoj, po unë duhet që dëshmojnë. Unë s'mund të vej avokatin dëshmoj, se nuk vihet dëshmoj avokati, vetëm bron ato që them. Edhe thash ti e di shumë mirë që para 3 orëve ai tha që e kemi, edhe tregoi dhe emrin kush është ai përfaqësuesi i kompanisë. Tash ti thashë që e pan që po ikën çështje në favor tim në çdo argument, në çdo dëshmi, edhe tash ato po im çefin. Po është drejtë e tyre, tha me ligj, s'kam ç'më bë. Edhe një herë i tregova atyre juris, që thashë, këta janë të fuqishëm, këto thashë edhe gjykatësit i kanë gjep. Unë në ta më kundërshtu, si erdi mirë kësaj gjykatësit, se thashë më falë gjykatës, se dash më myllë gojen, thashë unë nuk e kam personalisht për ty, por ama kështu besoj, thashë unë që këta ju kanë gjep. Nuk lejohet të thush këto fjalë para gjyqit dhe i thanë atyre mos i llogarisni këto fjalë që thasa mio këto. Thashë unë jam dakord, thashë atyre ju mos i llogarisni këto fjalë, se kjo është ajo besimi im. Mund mos jetë i vërtet, po kështu besoj, unë këto do e thoja. Por nese, ku e kam fjalën, nesër tashti pezullohet çdo gjë. Për arsye se unë kisha bë mend të mos dëshmoj vetë. I thash gjykatës, se ata i patën kërku gjykatës që kur dalë Samiu mos lejohet që të dëshmoj të filloj që kjo ka në me këtë dite, ka në me atë dite, por të thot për para të pyes Samiu Samin vetë. Sami Gjoka ti e dëshmitar këtu, se thot është edhe avokat Samiu, ti e dëshmitar këtu, a nodhi kjo, a nodhi ajo ashtu, edhe unë përgjigjem po kanal, po s'kanal. Ka ishe komedi që desh të bëjnë ato me mu, edhe gjykata po të vendosën në favorin e tyre që unë mos të tregoj atë dëshmimin time, për të pyes vetën edhe të përgjigjem. Edhe kështu ishte vendosë, edhe përderisa ishte vendosë kështu, unë që është përgatit gjatë gjithë kohës, që të mos dal e të dëshmoj fare vetë, por ta provoj ta vërtetoj çështjen time duke vu në podium ato dëshmitarët e tyre, edhe duke i pyetur ato. Kur e pan atë fuqinë e Sami Gjokës si shkatroi aty, tashti kanë kaluar të ndru krejt strategjia, ata nuk pranojnë bina si dëshmitar, edhe më thonë që ti thot duhet dëshmosh vetë, ne se kemi 3 veta, 2 janë të tyre, 2 kanë qenë punojësit të tyre security, edhe me ato po merren ato me tregu se si të përgjigjen. Një është e imja që e kam sjellun, një zezake afrikane, aty është kjo dhama Jose, se i thash rinë atje, se unë po punoj për nesër, por problemi është që tashti mu nuk ngjilet asgjë, vetëm të dal edhe dëshmoj vetë. Edhe unë nuk desha dëshmoj vetë, po s'kam rrugë tjetër. Edhe i thash gjykatës, unë kam qenë përgatit mos dëshmoj vetë, që mos t'i jap këtyre të kënaqësi që kërkojnë që të mvejnë mu aty, edhe sa herë të hap gojën unë të mënohen me bo objection, edhe mos më lejen të flas asnjë fjalë, dë boj dhe komedi, por ty thash të lumë, ty thash të po vepron si një gjykatëse jashtëzakonisht profesionale, ti po shikon vetëm çështjen, edhe unë flisje për ata, po i flisje juris, edhe i thoja juris, pavarësisht që këpë më ndalon mund shpesh, kur flas, ju duhet të kuptoni që ke bë punën e vetë, se kështu e din dhe unë kudo që kam qenë, edhe kam qenë shpesh në përgjigje, unë kur s'kam pa një
gjykatës kaq të mirësjellshme, kaq profesionale që po shef çështjen dhe jo pronar. Por gjithsesi ata vendosen tash s'kam tjetër, vetëm 3 dëshmitar kam nesër. Një dëshmitar që ata nxorën sot për të mbrojtë veten e shkatrova me fjalët e tij e bonëm edhe që ka qenë gjoja më e bukur në fund ai u kthy me mua edhe pa në gjithë se kur e kuptoi thashë unë s'kam gjë me ty, ti e kupton. Ne s'kemi njoft njëri tjetrin ndonjëherë përpara, ti s'ke bën gjë për mua kundër meje. Ti ke bërë punën tënde se kështu je detyruar. Edhe nëse e vuna përfundu dhe pastaj ja hoqa fajin e tij edhe e vuna atyre përgjegjësve. Se thashun ti ke bërë gjonat që ke dash vet, apo ato që të ka detyruar kompania, se ke qenë nëse e lam kompanisë. Problemi është që tashti ata nuk gëzojnë më dhe i kanë qef gjithë dëshmitarë që kishin bërë gati për nesër dhe pas nesër. Duke qenë se tashti, unë s'kam qenë përgatit për këtë gjë, thash gjykatës ne kemi 3 ditë. Thash u bëjmë diçka të herëm, ti e shef thash që maskaralliqesh bëjnë këto. Ti e shef edhe je po mos thuj këta, po thash bën mua, edhe mos e thon ti bën mua. Që këto po bëjnë 5 ligje para 3 orëve, 4 orëve treguan se kush do dëshmoj nga dëshmitarët e tyre, tash im çefen gjithë më herë se kanë frikë. Tash ti thashum ti më leo mu të bëj gjallë, thashum nesër. Morëm me këto 3 dëshmitar. Edhe i ikim e lëm shkurt thash nesër ditën. E lejm nga ora 2-3, mos shkojmë deri në fund. Edhe fillojmë pak vonë, morëm ato 3 dëshmitar dhe ikim në shtëpi që të përgatitem unë, se unë s'kam përgatit me dëshmu vetë, se s'doja mi dhënë këtë lloj kënaqësi, unë jam përgatit me vu në tavolinën e dëshmitarit, ato punojnë si të tyre, menaxherët e tyre, e jo vetën time. Gjykatësi tha, ja, nuk mund të shtyjmë në ditën e gjyqit, thash, po nuk po shtyjmë ditën e gjyqit, thash, ato nuk po dëshmojnë, unë kemi një ditë sa është rezervume, ditën e 3 ma lem mu që të bëj dëshmimin time. Edhe tha, po jo, tha, atyre, tha, ata tha, do të bëjnë edhe ata, tha, masi ta myllësh të qeshen, se do ta myllon një herë, qeshen që fillojnë ata, ata tha, do të fillojnë pastaj edhe të provojnë të kundërtën, thash shumë rregulli. Në momentin thash që ato të provojnë kundërtën, edhe do të vënë dëshmitarët e vet, atëherë jam në rregull, unë thash shumë le mua prap të provoj se filloi pyesun ato thashun, edhe i vërtetoj gjithë gjërat me fjalët e tyre. Jo, tha, ti duhet të dëshmosh atë provosh vetëm pra ajo ishte shumë e drejtë dhe shumë e mirë, për korporatët kanë fuqi mbi këto. Unë e kuptoj që ajo gjykatëse ishte njëri e mrekullueshme, profesionale, por janë detyruar. Unë prap mendoj që të bëj diçka, por nuk të lejmë proceduriale, të gjërat procedure të vazhdosh, por si të qoftë ka qenë një ditë jashtëzakonisht e suksesshme, i kam shkatruar në çdo drejtim, i kam bë me laf që të lëpinë ato plagët e veta, nuk e kishin prit këtë gjë. Unë isha përgatitur që do të paraqes dokumente duke me pyetje, duke lexu, i hoqa me njan, edhe por problemi është që nuk duhet kisha qenë me kaq sukses sa që është sot, se shkatrova, fitova betejën, po huma luftën. Pse huma luftën? Se s'kam nesër dëshmitar që do doje që të provoja çdo lloj të vërtetoja, dëshmoja, se thënë, jo dëshmoja, të provoja, të vërtetoja çdo lloj bazë ligjore. Këto tash nuk do dalin, këta po më qifen, edhe nuk po ma japin drejtën që është gabim, që të detyroj me urdhër të vinë, për arsye se unë jam mundu me shërbej, po ato edhe polici nuk e kanë lënë që të shërbej. Shohim si të shkoj ditën nesër, unë tash do të punoj, edhe do munohem me bërë gati materialet për nesër, që s'mund ajo që kam bërë për një vit gati, një vit, po një 2-3 muaj po në qershor, maj qershor, çka kanë qenë këta. Tashti unë e lash ata dhe fillova, po kam një muaj që punoj ditë natë më shumë në shtëpi për këtë, edhe në bazë të vendimeve që pati marrë gjykata, unë duhet ta bëja pyetje vetes dhe përgjigje, kështu dëshmim. Tash kjo ndroi për të mirën time, po edhe sikur mos të ndronte, po shqyr të paktën që e ka ndruar që unë tregoj, inshallah së ndron prapë nesër. S'kam nevojë të bëj pyetje vetes, sa të flas. Kështu tha kjo gjykatësa, kushdo që ka marrë vendim tha nuk është i drejtë, tha, duhet të tregoj ngjarjen vet. Por problemi është që tash nuk më lejnë mua të drejtën
të vej në tavolinë e dëshmitarit përfaqësuesin e kazinos, përfaqësuesin e kompanisë që përfaqëson që është pronari e kazinos, edhe përfaqësuesin e pronarit David Kurdish. Pra edhe duhet të dëshmoj vetë s'jam përgatit, kështu që mund të shkojnë tërës gjanat, por dita e parë, dita e sotme ka qenë aq e suksesshme, ka qenë komplet e imja. Ata s'dishin që më fal. Ato i blokova në çdo lloj argumenti ligjor, i shkatrova në çdo lloj argumenti ligjor dhe i shkatrova me faktet kur ishim atë personin dëshmi që nuk e kishin prit. Por i bona varrin vetës, se tash im qefën gjithë dëshmitarët dhe nuk sillin dëshmitarët për nesër dhe pas nesër. Kështu që të shumtën ka mundësi që nesër do e mbyllim komplet, edhe në qoftë se dëshmitarët nuk vinë, edhe unë nuk mund paraqes faktet, ato do dalin pastër, pa gjofare, ose do dalin shumë lehtëshëm, do ta kalojnë lehtëshëm këtë. Po kjo është. Po edhe unë mjaft ta marroj këtë punë, ta heq qafet. Sa më gjoka ju përshëndesit dhe vazhdoj punën, tash ja gati të vazhdoj për nesër.